që nuk e gjetur akoma veten, Biu është vendi I duhur. Unë jam Clarisa Gjumarkaj, vi nga Oroshi Mirditës. Çfarë më thënë tua pas diplomës? Do doja të merra një specializim adekuat dhe mbasi këtë gjë mund ta gjej më mirë jashtë shtetit. Tetor leksione apo tetor studim në shtëpi? Tetor studim sepse në leksion do të rishulur. Bibliotek apo një dom ku je vetëm ti dhe ti? Mendoj bibliotek. Nëse do të jepi një këshill vetes tënde 18 vjeç apo 19, çfarë do ishte? Gënjeshtra më e madhe që të thonë është që është e vështirë dhe nuk bëhet. Çfarë është për ty Biu? Biu është thjesht vetvetja, pa frikën që do gjykohesh. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në episodin e parë të Biu Podcast. Hej miq të ngjatjeta dhe mirë se keni ardhur në një podcast ku do të flasim për jetën reale të të rinjve, sfidat, mundësitë dhe gjithçka që ndikon në formimin personal dhe profesional të tyre. Së pari le të prezantoj një herë veten. Unë quhem Helga Bosnjaku, jam 19 dhe jam e apasionuar pas punës qytetare. Ndërsa unë quhem Genis Koliqi, një 18 vjeçar I cili jam I apasionuar pas vullnetarizmit dhe punës me të rinj. Genis, si erdhi kjo ide? Në fakt, kjo është një pyetje që besoj se cili nga audienca është duke ja bërë vetes. Biu, të jesh vetvetja. Përse? Erdhi si një ide shumë e thjeshtë e cila lidhet drejt për drejt me kohët e sotme, ku të rinjt janë të ndikuar në jetën e përditshme nga sfidat dhe mundësitë të ndryshme për cilat ato duhet përshtaten. Dhe ku ka më bukur, të jesh vetvetja. Pra, nëse je një student apo një njerëz që nuk e gjetur akoma veten, Biu është vendi I duhur. Dhe sot do nisim një temë realisht shumë interesante që besoj na prek të gjithë të rinjve, si të balancosh jetën studentore, personale dhe në fund fare të gjesh dhe veten. Sot me ne kemi Clarisa Gjumarkaj, faleminderit që erdhe. Faleminderit. Clarisa, kënaqësia jonë që të jesh sot në episodin e parë të podcastit Biu. Përpara se të nisim, bëj një prezantim për veten, si quhesh, nga vjen, edhe diçka që audienca të njohë pak më shumë. Pra të heqim edhe faktin e mjekësisë. Po. Unë jam Clarisa Gjumarkaj, vi nga Oroshi Mirditës dhe përveç se jam vitin e 6 mjekësisë, jam një vajzë që në fakt ka lindur jashtë Shqipërisë, në Itali, dhe kam ardhur këtu kur kam qenë 8 vjeç. Dhe që atëherë kam bërë në vjeçare në gjimnazin, shkollën e lartë këtu tani. Dhe absolutisht për te mjekësisë kam edhe shumë hobi dhe pasione tjera dhe mendoj se hobi im I parë ka qenë mendoj shkrimi. Kam filluar të shkruaj për herë të parë, hapa blogun tim kur kam qenë 14 vjeç dhe shkruaja, postoja pafund. Dhe ku ka më bukur se sa të kesh një të ri që është I apasionuar pas shkrimit. Absolutisht. Po të pyes, parën këmbështrimin e miqve tu, si mund të të përshkruani ato me vetëm 3 fjalë? Me 3 fjalë, mendoj besnikëria dhe ishte gjëja e parë që do përmendnin, serioziteti dhe këmbgulja absolutisht nuk mund mungoj. Sante. Le të themi pas edhe tek ai momenti që the unë dua të bëj mjeke ose unë dua të studioj mjekësinë. Si erdhi? Tashmë ka shumë vite si moment. Për herë të parë ka ardhur kur kam qenë klasë 6. Kam qenë diku 12 vjeç dhe faktikisht për këtë I duhem mësuese simet, biologjisë në asaj kohe, e cila ishte jashtëzakonisht shumë apasionuar dhe edhe ajo është shumë konsciente që ka qenë arsyeja sepse unë ju dhash mjekësisë më vonë. Dhe absolutisht nisi si një dëshirë për të njohur më shumë njeriu, që kur je 12 vjeç nis më shumë si një dëshirë për të njohur trupin dhe për të kuptuar si funksionojnë organet, sistemet e ndryshme. Më vonë në gjimnaz kupton që në fakt njeriu nuk është vetëm si është ana fizike, por dhe ana psikologjike. Kështu që fillon të njohësh se si njeriu percepton veten, si percepton tjetrin, pra do të njohësh çdo gjë mbi njeriu, sepse në fundit kjo është mjekësia. Ka pasur ndonjëherë një moment ku ke thënë, "Ok, nuk dua ta bëj më." Ka pasur dhe mbase ka ardhur dhe goxha herët, ka ardhur në vit, le të themi rreth fundit vitit 2 të mjekësisë kur unë kalova një problematikë shëndetësore dhe ishte një moment shumë I papritur për gjithë ne sepse mu desh të përballesha me një moment ku unë pata një reaksion goxha të rëndë alergjie dhe mu rrezikua jetën atë moment. Kështu që në atë moment ti kupton që realisht nuk është se fundi I jetës të vjen kur je në një moshë të madhe, thjesht ndonjëherë vjen papritur. Dhe kur je në lule të rinisë, unë kam qenë 19 vjeç atëherë,
një event i tillë ku ti fillon dhe mendon a do ja dal apo jo, a do mbjetoj apo jo, dhe je duke shkuar vrap tek urgjenca e spitalit, aty çdo gjë të ridimensionohet. Ishte vështirë nga ana psikologjike, Absolutisht. sepse normalisht Absolutisht, sepse në ato moshë fillon të mendosh, a kam bërë zgjedhjet e duhura deri tani? Që çdo kush i mendon këto, por sidomos kur përballesh me vdekjen në atë mënyrë, në moshë aq të re, fillon të mendosh, a ja vlen kjo që po bëj? A është okay kjo që po bëj? A jam unë e mirë mjaftueshëm për këtë gjë që po bëj? Sepse nuk është kollaj të bësh mjeksi dhe të kesh në dorë jetët e njerëzve. Është një përgjegjësi jashtëzakonisht shumë e madhe, sidomos kur të godet ajo realizimi në një moshë aq të re, thonë jam 19 vjeç dhe mua po mikën jeta, si mund të jem përgjegjës për jetën e dikujt tjetër. Shumë vërtet. Teresa, shiko, pak nga pak na bëre pjesë të rrugtimit tënd të mjekësisë. Po do të pyesja pak, le të kalojmë në ato ditët e para kur hyren në universitet, preka të shkallët e para, ambientet e para. Çfarë është diçka që nuk e tregon askush për realitetin e vërtet në lidhje me studimet e mjekësisë? Mendoj konkurenca e madhe. Domethënë të gjithë e din konkurrencën në studime, por ka dhe konkurrencë mes studentëve vetë me njëri tjetrin. Dhe ndonjëherë fatkeqësisht është ajo ana, si të thuash, negative apo ajo ana e medaljes që jo të gjithë tregojnë, që është një konkurrencë aq e madhe sa që ndonjëherë jo të gjithë janë të gatshëm të ndihmojnë tjetrin, sepse gjithmonë është ajo tendenca që unë dua të jem më i miri. Dhe për të hequr konkurrencën, ndonjëherë krijohet kjo shkalla e pabarabartë mes njëri tjetrit. Unë faktikisht edhe unë dhe Genisi kemi një konkurrencë të shëndetshme. Konkurenca është e mirë. Po. Edhe Genisi gjithashtu ka pasur ëndër që të studioj mjekësinë. Po, është vërtet një anë e imja që në fëmijërinë time, për shembull, unë kam dashur të studioj, biologjia më pëlqente shumë, pak fizika, dhe thash pse jo, mjekësia mund të ishte një ndër ëndrat e mia, po më pas vendosa që komunikimi lidhur me ekonominë të jetë një deg që do më shoqëroj gjithë jetën. Po, nuk është ky podcasti im, kështu që kalojmë fokusin tek Larisa. Po jeta studentore në Tiranë, faktikisht si është? Është si në Si në filma? Mbase edhe po, por faktikisht nuk jam përfshirë shumë në jetën e, le të themi, të festave dhe nuk e di, të jetën studentore të lvizur. Nuk kam qenë person i cili ka dashur shumë të lvizi dhe të qëndroj vonë natën. Le të themi, të vetmet raste ku unë ka rastitur që të qëndroj vonë natën ka qenë kur jemi mbledhur një grup miq dhe kemi qenë duke luajtur volejboll. Po mendoj që është në fakt me tip me persona, por që disa kanë shef të rinë gjatë natës zgjuar, disa zgjohen gjithë më herët. Po, mendoj se secila jeton jetën studentore sipas interesave të veta. E vërtet. Unë di që ju studioni në privat. Po. Çfarë është diferenca më e madhe nga privati në publik? Se besoj që ke dhe miq që janë në publik. Absolutisht. Mendoj se diferenca më e madhe qëndron në shumë aspekte. Ne e vëm këtë gjë, e vëm re sidomos si në mënyrën si shpjegohen leksionet, ashtu edhe në praktikat, ku çdo anë ka të mira dhe të këqijat e veta. Në sektorin shtetëror kemi vënë re që në fakt praktikat janë pak më të ndërlidhura me leksionet, për momenti që ti mbaron një cikël leksionesh të caktuara, për shembull të një lënde si dermatologjia, ti atë lëndë që ti studion aty e bën menjëherë praktik. Ndërsa në privat kjo gjë nuk është e mundur, sepse duke qenë një strukturë private do duhet bësh kontrata të caktuara me shtetin dhe me spitalet shtetërore, dhe ndonjëherë nuk mundemi dhe ne të bashkangjitemi studentëve që janë aty të shtetit, sepse bëhet një rrëmuj shumë e madhe dhe nuk mund të bësh atë lloj kaosi në një ambient spitalor. Kështu që domosdoshmë ndonjëherë ekziston kjo mos kongruenca mes leksioneve dhe praktikave që ne na vonohem pak, që i bëjmë, por thjesht na vonohem. Je lumtur për zgjedhjen që ke bërë që ke shkuar në privat, apo po të theshë do? Jo, unë jam shumë e lumtur për zgjedhjen. Jam jashtëzakonisht shumë e lumtur, më pëlqen mënyra si i trajtojnë sidomos leksionet. Sepse na shpjegojnë që njeriu nuk duhet parë vetëm si një smundje. Mjekësia nuk është thjesht të shohësh smundjen, por të shohësh njeriu që është përtej saj. Sepse ty nuk të vjen një smundje në zyrë në klinik. Ty të vjen një person që po vuan nga kjo smundje. Teresa, sot për sot që ne flasim, je diplomuar apo ende je në pritje? Ende jo. Mendoj se do diplomohem rreth vitit tjetër. Pikërisht sepse do doja të pyesja, cili është qëllimi ynë, specializimi ynë që ke dëshirë të ndjekësh në të ardhmen?
Mua më tërheq goxha endokrinologjia, një specializim që bazohet në studimin e hormoneve, se si këto ndikojnë në gjithë trupin e njeriut. Mendoj se është goxha interesante se si molekula aq të vogla arrin të udhtojnë nëpërmjet gjakut në çdo vend të trupit njeriut. Një art më vete do e quaja. Absolutisht. Më do thoja, çfarë janë planet tua pas diplomimit? Çfarë mendon se do të bësh? Di që është një presion shumë i madh se të çfarë do bësh. Është një presion shumë i madh, por mendoj se do doja të merra një specializim adekuat dhe mbase këtë gjë mund ta gjej më mirë jashtë shtetit dhe mendoj se do jetë momenti për t'u larguar dhe për studiuar, për t'u perfeksionuar dhe trajnuar në një vend që mbase ka më shumë fokus për specializimin që unë dua, dhe pse jo të kenë edhe mundësinë për të bërë research ose kërkime, gjë që fatkeqësisht këtu në Shqipëri nuk janë fondet për ta. Pra vjen si një formë presioni pra shoqëror do ta quaja. Le të themi po, por edhe si një presion personal, ku ti do të jesh versioni më i mirë i vetes tënde. Dhe kupton që fatkeqësisht në vendin tënd disa gjëra nuk ofrohen. Dhe sigurisht mund vinë nesër, pas nesër, një ditë, pas disa vitesh, por mua më duhen tani këto gjëra. Dhe tani nëse unë nuk mund t'ja arri këtu, fatkeqësisht detyrohesh një farë forme që të largohesh për t'i gjetur këto të dhëna, këto trajnime. Ne faktikisht mbyllëm maturantën, mbyllëm një cikël studimesh dhe a doja rekomandoj që të studioni në Shqipëri për mjekësi specifikisht? Mendoj se po, sepse pavarësisht unë personalisht jam shumë e kënaqur me universitetin tim, dhe mendoj se në një moshë të re unë e kuptoj dëshirën që të gjithë duan të largohen, por një maturant është në një moshë goxha të vogël për t'u larguar nga familja e tij. Dhe mendoj se është adekuate që të shndrojnë nën edukimin e familjes, nën edukimin e shoqërisë tonë dhe avash le të themi mund të jetë edhe i aftë që të jetë suficient ndaj vetes vet dhe mund të jetë i aftë të përballet me botën jashtë, sepse ekziston mundësia që mbase jashtë shteti mund edhe të dorëzohet, ta lëshoj veten, që nuk është e vërteta për gjithë, shumë njerëz e kanë gjetur shumë mirë veten jashtë shteti, kështu që unë maturantëve do ju sugjeroja që të ndiqnin dhe të bënin atë çfarë realisht ndjejnë të bëjnë më së miri për veten e tyre dhe ku e gjejnë veten më mirë. Duke qenë se ky në fakt është edhe një person i madh që has mosha jon, grup mosha jon, dhe duhet të thoya, ke pasur ti ndonjëherë këtë presionin që, çfarë do bëj, si do shkoj, çfarë do ndodh, a do shkoj siç duhet dhe a do arrij unë tek qëllimet e mia në fund? Ka qenë gjithmonë, le të themi dyshimi është gjithmonë aty. Por mendoj se edhe njerëzit që kanë arritur suksese nuk ekziston që ti të mos kesh pasur kur dyshime në jetën tënde. Aftësia qëndron që ti t'i njohësh këto dyshime dhe të arrish ti te kalosh pastaj. Pra të arrish suksesin për te dyshimeve që ti ke. Dhe avash kupton që duke kaluar disa vështirësi, duke kaluar disa problematika, thua, shiko se mbase ky problemi kaq i madh që unë kisha nuk është realisht kaq i madh. Dhe madje më duket sikur njerëzit i shohin problemet kaq të mëdha vetëm momentin që i shtyn dhe thua, do e bëj nesër, dhe sa më shumë ta shtysh, aq më shumë rritet ai problemi, aq më i madh bëhet. Ka mendon se vjen ky presion nga familja, nga shoqëria, apo ndonjëherë vjen edhe nga vetja, se për shembull, unë dhe Genisin, rrjetet sociale, po për shembull me bisedat që kemi me miq bashkë me Genisin, gjithmonë unë them, unë e kam me veten, nuk e kam nga familja, thjesht e duaj që të arrit tek ai qëllimi që duam. Shiko, pa presion nuk ecën përpara mendoj unë. Që pak dhe saktë. Si mendon ti? Unë mendoj se vjen nga të gjitha anët, sepse në fund ditës gjithë ne jemi pjesë e shoqërisë. Kështu që kur ne themi shoqëri, referohemi vetes, i referohemi prindërve, i referohemi miqve tan dhe është një presion që vjen mbase në mënyrë edhe subkonsciente. Pra ti ke prindin që është e lumtur dhe është krenar për ty dhe prindi nuk të ushtron të asnjë lloj presioni verbal, po ti thjesht thua nuk dua ta zhgënjej. Nuk dua që ai të mendoj që unë nuk mundem, apo të mendoj që unë jam ende e vogël, dua t'i tregoj që unë vlej dhe mund ta bëj këtë gjë vetëm. Kështu që një farë forme edhe vetja ushtrojnë vetes atë presionin dhe absolutisht është presioni shoqëror ku ti thua dua të jem lartësinë e tjerëve, nuk dua të jem mbrapa, moshatarët e mi po ecin kaq shpejt, kaq para, po unë pse nuk po i arri dot. Kështu që është duke sikur është një presion që vjen nga të gjitha anët dhe ti
në gjithat presion duhet të rish të mbash shtyllat e tua dhe të thuash të ja dal. Thjesht të kapësh shfillin e presionit dhe çdo që shkon. Mendoj se po. Clarisa, në gjithë të vargull, studimesh, presionin nga shoqëria, nga familja, apo dhe thjesht nga vetja jote, ke pasur kohën që të njohësh dikë? Koha është shumë e limituar. Koha është e limituar edhe për takuar ata që njihem më përpara. Unë e vërej që për të lënë takim me dikë, duhet të them, të lutem, sot është e hënë, a je i lirë të mërkurën në orën 6. Pra duket sikur po lë një takim me dentistin dhe të lutem të jesh i përpik sepse për tek të orari nuk mundem, është shumë e limituar. Mendon që është specifikisht për ato që studiojnë medicinë apo për të gjitha? Pak për gjithë, për sidomos për mjekësinë, sepse ne kemi ato librat që janë me kaq volume, janë nga 4000 faqe dhe ti thua unë nuk kam kohë ta lexoj, jo më ta mësoj dhe nxjerr shënimet e mia. Është shumë volum. Clarisa, ne kemi një lojë të shpejtë dhe ti do zgjedhësh njërin prej tyre. Do fillojmë provi me gojë apo me shkrim? Me shkrim. Pse apo thjesht? Me shkrim sepse është më i shpejt për të bërë dhe mua nuk më shqetëson aq dhënia e provimit me gojë, aq sa pritja, derisa të vi radha aty dhe të thritet emri. Mua më streson shumë pritja. E vërtet edhe ne hasim. Nuk kam asnjë problem. Momenti që më vjen emri them, "Okej, do e bëj dhe do e kaloj dhe jetë shumë okej", por pritja është e tmerrshme. Po nëse do të pyesja 8 orë leksione apo 8 orë studim në shtëpi? 8 orë studim. 8 orë studim sepse në leksion duhet rish ulur dhe duhet dëgjosh, nuk mund të lëvizësh, ndërsa kur studioj mund të shohem lëviz, bëj podcastin tim personal në shtëpi. Kafe apo pije energjike? Kafe. Kafe? Je pirë se kafe? Kafe, macchiato mundësisht. Po mirë, biblioteka apo një dom ku je vetëm ti dhe ti? Kjo është e vështirë. Mendoj bibliotek, sepse të stimulon që mos ta ngresh fare kokën nga libri, sepse kur je në dhomë thua, ja ta hap pak telefonin, çfarë kam bërë, apo mësojnë ta tjerët, çfarë po bëjnë. Të studiosh në grup apo vetëm? Vetëm. Edhe unë mendoj që vetëm jam më produktive. Me disa miq, domethënë gjithmonë studioj në grup edhe kam më produktive, ndërsa për veten time gjithmonë them, "Okej, duhet ta shfrytoj një herë me veten." Dhe për kaluar te pyetja e fundit, jo për nga rëndësia, preferon alarmin e parë apo bie edhe kalon koha? Një urejë në rëndë shumë. Unë me alarmin e parë e fik dhe mua më pen këmbë. Ashtu një të hap një sëmbyll, por mua më pen këmbë. Fiksi që kërkon miksia. Po. Tani është për një Clarisa, nëse do të jepi një këshill vetes tënde 18 vjeç apo 19, çfarë do ishte? Mos e mërzit shpirtin kaq shumë. Se do kalojnë, do i bësh gjitha, mos u streso. Gënjeshtra më e madhe që të thonë është që është e vështirë dhe nuk bëhet. Çdo gjë bëhet. Në fakt ne kemi edhe një pyetje të fundit. Çfarë është për ty bio? Bio është thjesht vetvetja, pa frikën që do gjykohesh dhe mendoj pa sikletin që ti po zë vendin tënd në botë. Mos u ndrydh, mos u zvoglo vetëm për të kënaqur të tjerët, i vetvetja. Dhe ti jesh konfident për këtë. Kish mesazhe më bukur që Po. marrin Që të jesh vetvetja dhe të jesh autentik. Clarisa, shumë faleminderit që ishe sot me ne. Ishte një bisedë shumë e këndshme dhe besoj që të rinj si ty të shtohen në Shqipëri, sepse realisht kemi nevojë. Ky është një rrugtim shumë i bukur Guinness, që kaluam sot. Është vërtet edhe për ta përmbyllur, nëse ju ka pëlqyer kjo episod, mos harroni të bëni like, subscribe dhe ta ndani me miqtë tuaj. Dhe mos harroni që të jeni vetvetja. Faleminderit. Faleminderit.